të cilat e kanë konstatu si një problem dhe një rrezik real që po ndikon edhe në vendimet qeveritare, respektivisht po ndikon në keq informimin e qytetarëve që pastaj po reflekton edhe në vendime dhe në votime të ndryshme. Kjo është një realitet që cilën krejt edhe... Ky raport i Bashkimit Evropian thotë që fake news, ky raport i Bashkimit Evropian cilit po i referoni, thotë që fake news përhapet në Kosovë nëpërmjet rrjeteve sociale, jo nëpërmjet mediave tradicionale. Për dallim prej vendeve tjera të rajonit ku përhapet nëpërmjet mediave tradicionale. Jo vetëm në rrjetet sociale dhe partitë politike janë aktive Artan. Kush është, domethënë, kampioni i profileve fake, vetëvendosja. Në mjetet sociale thotë në gjuhën shqipe, kurse në portalen gjuhën serbe. Veç jo veç një plotësim. Kur kësaj ashton faktin që shpifja në Kosovë. Po Artan. Kur ti shkitim, s'është mirë me përgjithësu, është mirë me një në emra edhe të mediave. Jo, po flas për fenomene, se s'kom ashtu me gjikun, kërkon në individualisht. Kur ti zbërthen, ti ski, a di ku thirrësh ti? Se fyrja është diskutohet, është normalizu këtu në Kosovë. Po dhe shpifja është bëhe pandëshkume, pra ti ki drejt me shpif sa të dënë me shku me flajt në shpe, parre që të ndjek dikush as penalisht, as ligjërisht, as 5 vjet jeni në pushtet edhe vjen këtu viktimizohesh një orë. Jo bre, unë kush më viktimizoj? Si parti ose individ, normal. Jo, unë veç po flasim për fenomenin. Pse po ma merr viktimizim, unë suan kova. Ti më pyete pse i keni marrë 42, por që unë po ta jepni mendimin. Në rrjetet sociale, Adel. Pra, krejt ky organizim i madh. Kush është kampion i profileve fake në rrjetet sociale? Është lëvizja vendosje. Disa mediave të caktuara dhe partive politike opozitare, këtë trinom ka arrit me rrudh në maksimumin e vetë lëvizjen vetëvendosje në atë përqindje që ti tha. Pra, në pika të shkurta, kjo është ajo se pse mendoj si e shoh une, do thotë këtë kurje të cilën ti e përmend me nën shkurt. Por situata tashmë është ndryshe. Unë besoj që qytetarët e kanë lexuar shumë mirë se si është puna, dhe kur pyetja është stabiliteti i vendit, do ta kemi krejt tjetër rezultat. Okej, e përmendja atje që çevesh tani sekondë dhe mshela. S'ka lidhje ose Arbresha kush do të përgjigjet. Po. E përmendë faktin që e vërtet është. Pra thonë mendoj që ish partitë opozitare s'është desh atje më blloku atje, hajde atje një kryetar kuvendi, behes forenci, fondica është i barabartë mesin e 120 deputetëve. Çka ndodhi me votat? Nëse i përcjellë çto mund të nxjerrë vidat Albin Kurti, Blau Konjuca, këtë thashë na i kemi votat për qeveri, veç votoni kuvendin, çka ndodhi, ku metën votat. Se u pajtona me ty që gabim më kanë, po votojnë një kryetar kuvendi, s'bëhet kja meti, po në madh. Po jem të i folë për qeveri, çka ndodhi, ku metën votat, na keni pastranu atje, veç votoni jo kryetarin e kuvendit na i kemi votat, ama ku metën votat. Bazën e informacione që kemi pasur në fillim, ne kemi pasur numrat e mjaftueshëm, por se me stërëzgjatjen e këtij procesi kanë ndërhy do thotë, se votat natyrisht ne kemi tentuar me i marr mbështetjen e disa deputetëve që ishin në radhë opozitare, se normalisht si numrat tonë nuk mjaftonin. Na s'mund të merrnim deputet nga jashtë. Edhe gjatë rrjedhës kanë ushtruar presion tek individët të caktuar, presion i cili e ka ndryshuar edhe mendimin. Po thonë kjo është. Po vetëvendosja është parimoreve, nuk blen deputet i partive tjera. Kushtat që me ble. Po dhe? Mund është edhe me i bind. A se bind be? Na di që të jetoj. Janë krejt në shit, deputet, janë krejt në shit. Po ju vetë më na kemi deklarata publike. Veç a kthehemi të mund është me ble. Po, se bona veç atonit. Ka 42% që e ka përgjegjësinë më të madhe, edhe që përgjegjësia e secilës parti politike shkon raport me vota që i kanë marrë. Që në fakt nuk e kemi pana këtë sjellje të ndodhën në kuvend, sepse partitë politike nuk janë sjell në bazë të votave që i kanë përfaqësu me ulse në kuvendin e Kosovës. Edhe që kjo na kthen te kjo që e përmendi Artani që nuk e kanë pranuar rezultatin zgjedhor prej fillimit, sepse i ke pa që partia e tretë në pushtet ka kërku me pas postin e kryeministrit edhe na ofroi alternativa të ndryshme, të cilat çdo ditë i ndrojke platformat, ja ndrojke emrat, për me nxjerr situatën prej një bllokade që ata vetë pa të kriju. Tash besoj që shumë e rëndësishme me e kuptu forcën politike që ti e ki me numra në kuvend të Kosovës, edhe në bazë të asaj force politike, edhe me i parashtru kërkesat, edhe me pa cila hise mundet me të ndose me të taku ty.
edhe jo me rasti konkret 3 deputet kërkon me pas kryetarin e kuvendit, sepse po don me ishfrydzu rastin me përfitu diçka pak ma shumë.